Kush e ka mlefosur këtë? Sistemi i drejtësisë i prodhuar nga politika? Dhe pe kam mlefosur. Kush e ka mlefosur? Sepse unë pash domethënë një lumë komentesh, mirë bën e kupton shkënduria. Kryeministri thotë që është ky gjyqtar maskarat të nxjerrë me foto aty që i merr këtë vendim kundër qytetarëve se unë du ta prish këtë. Pse thotë ai që e ka legalizuar vetat e pronën aty? Pse nuk e thotë? E kam legalizuar unë këtë pronën. Edhe gjyqtari thotë o zotëri, e ke legalizuar, e ka me letra me certifikat pronësie ky. Si do ja prishësh ti? Ta shohim një herë, të mbaroj gjyqi, ta pezulloj një, mos ja prish një se bën dëm. Se ti duke bërë dëm, mund të marrë dëmshpërblim nesër ky me 500 milion lekë dëmshpërblim, që do paguhet nga lekët e mia tua dhe të gjithë tjerëve. Ai thotë, jo, në asnjë mënyrë, edhe del kryeministri, del kryetari i opozitës ose merret me libër shtëpie. I thot një strukturë drejtësisë, i thot organizatë kriminale, e kupton apo? Organizatore. I thot drejtuesit Spakut, i thot në emër të bandave kriminale. Tani, qofse shoqëria dëgjon që gjithë politika, gjithë këta merren në emër për emër me gjyqtarë. Ka gjuhë urrëtie ndaj. Ka gjuhë urrëtie, dhe thon, po këta që kanë fajin. Këta nuk reagojnë. Se të faj magjistratëve. Që nuk reagojnë sepse thonë ne jemi të pavarur, ne detyrojmë pavarësinë. Nuk funksionon ashtu. Realisht nuk funksionon ashtu. Që kur foli kryeministri, këta duhet marrin pozicionin që kanë shoqëri. Kur foli kryeministri Këshilli Lartgjyqësor, as nuk guxoi të thoshte që ishte kryeministri. Tha, një subjekt organit ekzekutiv. Domethënë quheti subjekt. Jo. Në qoftë se ti do që të mbrosh realisht identitetin edhe pozicionin e gjyqtarit apo prokuror, në këtë rast të gjyqtarit se Këshilli Lartgjyqësor, thuaj me emër, të stopojmë gjuhën e urrëties ndaj këtyre, që kemi këta janë gjyqtarët. Këta janë për atë fare, sa mas për deklaratore. Kallëzim penal, kallëzim penal. Kjo është tjetër anë. Ka ligj, fryerja e prokurorit dhe gjyqtarit. Kanosja e prokurorit dhe gjyqtarit në krye detyrës. Ka ligj, është zotëri. Ka vepër penale të posaçme në kodin penal. Le ta vlerësoj pastaj prokurori që fyet, është vepër penale apo jo. Nëse ka vepër penale, ta marrë ta çojë aty te vendi, ta marrë pa nder. Faleminderit Sefa. Bego. Nëse do të analizosh pak, në gjendje ndodhet siguria e gjykatave dhe prokurorive në Shqipëri. Sa i mbrojtur apo sa i rrezikuar ndiheshe kur ishe prokuror, që ishe i detyruar të përballesh? Më jo duhet më shpjegosh pak më. Kem patur raste që na kanë kërcënuar në përgjigje edhe bandat dhe kemi lutuar me makinat rasta ose me makinat tona ose me këto furgonët që ishin të përnotuar që i merrin. Edhe kanë lutuar të gjithë gjyqtarët, pothuajse gjyqtarët e gjykatave të apelit, kryesisht kanë qenë apelet të shpërndara në sistemin e vjetër, në ardhmën e vjetër gjyqësore, dhe tash është vetëm një apel, pra nuk ka pas siguri, kurse hyrjet e dalja ka qenë kështu, pothuajse pa kontroll. Mund të ketë pas ndonjë detektor aty i cili në shumicën e kohës ka qenë i prishur, nuk është se ka pasur një kontroll fizik real. Dhe këtë i ka hasur çdo qytetar i thjeshtë. Një njëjti fenomen ka ndodhur në gjykatë, edhe ne në gjykata kemi hasur më parë që është qelluar gjyqtar, për shembull, është qelluar në zonën e nderuar Rena Manekut, kur ka qenë gjyqtare në Fier që një qytetar i qelloi me pistolet aty në sallë dhe shpëtoi për pak. Ka ndodhur para ka ndodhur para rreth 20 vjetësh dhe ka shpëtuar për 100 dhe ishte një rast po ju drejt për ta vrarë, për ta vrarë, për çfarë? Dhe ishte një rast diçka divorc familje, nuk ishte as një çështje që mund ngresh ndonjë pikë pyetje. Pra, domethënë thënë thjesht Beko me mentalitetin njerëzor, nuk është se është vetëm çështje krahinore, më kupton, po shqiptari ka pak në natyrë këtë qëndrimin të tillë kështu të vetgjykësisë dhe mbi të gjitha është rënja e shtetit. Sepse mbarja e qëndrimit të tilla kur kthem saj, shteti merrte masa, jo vetëm për autorin, të cilin do bënte shembull, siç diej atëherë në çfarë forme, po edhe për familjen e tij. Pra, merreshin masa, internimi, sepse jeni njerëz të rrezikshëm. Dhe ne këtë konstatojmë në rastin konkret i kthehemi këtij. Pasi bën vrasjen në bashkëpunim të dy, doli ai tjetri aty ta shiko, kush i dënon ta i vrasun. Pra, e kupton ti se me çfarë njerëz ke të bësh tu. Pra, është një frym, edhe autori. Ishte një djalë i cili kishte lindur në kohën që kishte lindur edhe konflikti. Pra, gati 30 vjet, dhe konflikti ka 30 vjet. Pra, ky është brumosur me këto debate, me diskutime, me frymën, me analiza në familjen e tij. Po jo, po, edhe është fryrë, shpasur, më kupton? E bëhet fjalë për një djalë që ishte i shkolluar edhe jurist, që në përgjithësi këto nuk e di jurist e lexova të pak informacione që qarkulluan se tani janë bërë juristë të gjitha, mos e vran mendjen se e ke me doktoratura i ke. Po i arsimuar, pra, djalë i arsimuar do thotë, kështu që shiko. Është shumë e vështirë që ti jesh qytetar, ti jesh edukuar dhe kulturuar sot.
arsim mund të marrë gjithse kush. Nuk e dim çfarë arsimi mund. Do me shkolla lartë nuk të bënd arsimuar domosdo. Ne kemi pasur çfarë shkollash të larta dhe cili është niveli i arsimit në Shqipëri, sepse si është zhvilluar arsimi, si janë zhvilluar problematikat të tjera. Rasti konkret, meqenëse përmendet, tregoj që nuk ndikon fare arsimi, sepse kërkojnë vlera, kërkojnë edukat, kërkojnë gjë tjetër që nuk ka lidhje me arsimin dhe mund të ketë shumë njerëz të tillë. Por që siguria në gjykata dhe në prokurori ende e tillë, edhe sot që kishte disa ndryshime, ishin marrë disa masa sepse kishin reaguar me një institucionet, po këto gjëra nuk është se do të ndryshojnë, më kupton. Beko, do të jetë qasje e shtetit. Kemi krizë të shtetit ligjor apo krizë të sistemit politik në tërësinë e tij? Apo i kemi të dyja? Shiko, mendimi im është që të tilla vrasje i shërbejnë politika, sepse shkojnë në favor të tyre, më kupton, edhe në një farë mënyre. Pritje të ndodhte kjo, se si janë vrarë dëshmitar, janë vrarë avokat, dhe pritje edhe një gjyqtar në krye detyrës, më kupton. Kështu që kjo klim terrori pa sigurie është diçka që është mëse normale. Edhe ngjarja shumë e rëndë ishte bërje hon edhe në organizatat e ndryshme të gjyqtarëve dhe të prokurorëve dhe të drejtës ndërkombëtarisht kishin bërë ata refleksion. Plas për vendet e zhvilluara, të tëruara ku ne supozohet se aderohemi dhe në thonjza jemi pjesë e tyre. E qartë, të lutem regjia më kalo pak me reagimin e kryeministrit. Do të thoshë vetëm diçka unë. Po, para se kalo mund ta thuash. Mund ta thuash. Tani, nëse ky zotëria do të del në televizor, në prime time, këta familja shka. Okej. Edhe thotë ne do bëjmë vetë gjyqësi. Edhe bëjnë kallëzime me njëri tjetrin. Edhe thonë që ne po do zgjidhim vetë këtë punë, do i vëjmë minat në 4 cepat e godinës. Edhe ti nuk ke asnjë informacion inteligjence policore, edhe ti nuk i skedon këta njerëz, edhe ti thua që të dish informacionin ku vete, ku zvete, ku bën, çfarë do bëj një gjyq, edhe ti nuk i mban në mbikëqyrje, këto do ndodhen në zotëri. Mos mendoni se shtetet perëndimore nuk funksionon policia, pavarësisht ata nuk i shohin për ditë, po kanë informacion policor. I ruajnë këta njerëz. Ai ka dalë në televizor më. Ai ka thënë unë do ta bëj këtë punë. Dhe ka aq vite në disa emisione, një emisione që mbi. Ai ta thot vet që do ta bëj. Po sa keq e thon. Këtë vazhdimisht kur diskutojnë mes tyre ose me ne ose që dëgjojmë ne që do t'i bëj atë, do t'i bëj këtë, ashtu kështu. Edhe mund të ndodhin këto. Po ai që e mendon, mund të vijë një ditë mbushet e merr edhe të vend ta bën, e kupton? Gjithse kush është i ekspozuar. Tani problemi është që ti si polici, ti si organ inteligjencë, në këtë punë do merresh, o zotëri. Ktu merrni apo se ka thënë kryeministri për tentat, e kupton? Edhe vriten njerëz rrugës. Prandaj është parandalimi, policia është për parandalim, nuk është për tetuar. Për tetuar është prokuroria. Policia, kur këta persona kanë një gjyq. Agjencitë e inteligjencës janë për parandalim, zotëri. Vlerën e kanë te parandalimi. Ne pasaj merremi me pasojat, jo po si e bëri, jo po detektori, jo po si hyri me armë. Ja, po mos hyri, mos kalon te detektori. Prokurori e di, te dera hekurit, se i del te dera hekurit. Djerim duket u tonë edhe me biçikletë. Ton, ishte edhe ikte në shtëpi me biçikletë, zotëri. Natyrë thjesht. Po edhe shumica që udhtojnë me makina dalin me këmbë se hasin rrugë. Po, varet ku e lë makinën, se ku do gjesh vend për makinën, se ty s'ka vend për makinën gjana, po. Nëse diskutim tjetër ajo. Tani këta ka i dilën me biçikletë më. Ore nuk dëgjohet tjetri më. Vjen me makinë, shtyp me makinë, o zotëri. Prandaj po them, nuk e kam hallin që ndodhi brenda gjykatë, ajo shumë e rëndë. Problemi është po të pikasi që do me të vrat vret. Po pra, nuk të vret brenda sallë, gjyqi të vret në rrugë. Por nuk e bën sistemin shoqëror, nuk e mban në këmbë vendimet që marrin prokurorët dhe gjyqtarët. Se këta marrin 500 vendime në ditë ose marrin 500, 400, gjitha me radhë. Është perceptimi i drejtësisë që e mban shoqërinë në këmbë. Që ai qytetari thotë unë kur t'i drejtohem prokurorit të rri drejt se po mor me prokurorin ke dënim shembullor. Po ku ta ketë perceptimin të tillë qytetari kur del kryeministri merret personalisht me gjyqtarin, kur del kryetari i opozitës merret me libër shtëpie me gjyqtarin. Pa edhe këta kështu që kanë thotë si popull kot. Llum. Domethënë, vetë njëri atje pas një lidhje, ore se kanë ndodhur vrasje gjyqtarësh, kanë ndodhur nga bandat nga banda, organizata kriminale kanë vrarë se është luftë në shtet. Është ekonomike, gjyqtari. Patjetër, po është personifikimi i shtetit. Unë them edhe në vende të tjera në Itali, në Gjermani, patjetër është personifikimi i shtetit dhe normalisht ka goditur shtetin atje.
Po të vi njeri nga rruga kot aty me armë me vete dhe vete vret gjyqtarin se është perceptimi i krijuar i gjithë qytetarëve që jemi në këtë situatë sot. Faleminderit Sefa. Ka pasur një reagim nga kryeministri Rama për sa i përket kësaj ngjarje dhe thotë ngushëllime vllazërore familjes së gjykatësit të ndjera Strit Kalaja dhe u pret në paqe. Agresioni kriminal mbi gjykatësin kërkon padyshim përgjegjësinë më ekstreme ligjore ndaj agresorit. Por kjo tragjedi kërkon një reflektim për sistemin e sigurisë së brendshme të gjykatave, e cila përveç se sipas ligjit kërkon disa pajisje teknologjike, nuk mund të mbetet një çështje zgjedhje e punonjësve të sigurisë nga administrata e gjykatës, duke përjashtuar çdo përfshirje të policisë së shtetit në emër të pavarësisë së gjyqësorit. Ndërkohë, kjo ngjarje tragjike besoj se është argumenti më i pakundërshtueshëm, thot kryeministri, për të mbështetur shpërsimin domethënës në kodin penal të dënimit për armbajtjen pa leje dhe ngushtuar maksimalisht hapësirën për lojra me afatet në dëm të mbrojtjes prej zjarrit të armëve të palishme. Lutem gjithashtu që ky moment kaq të rënditës të nxjisë edhe një reflektim për lehtësinë me të cilën trajtohen rëndom armbajtja pa leje në proceset gjyqësore. Tani, Po tani ky është talli tani, pse hallit te armash aty? Po pra sa unë atë armë nuk, domethënë, dikush që e ka menduar për të vrarë Tikë, nuk mendon tek armbajtja pa leje, mendon te dënimi që ka ndarë mendje do e vrasë dhe marr kohë. Ai është dënimi përjetshëm, është burg i përjet, është burg përjet ore. Ai ka mbaruar punën, është burg përjet. Tani ai merret me armbajtjen pa leje, me këtë tallet ai. Ç'është ka armbajtje pa leje? Ç'a do të thotë kjo? Qëllimi është shmangja e përgjegjësisë nga administrata. Policia e shtetit është pjesë e administratës edhe strukturat e tjera. Dhe janë ato përgjegjëse për parandalimin me ligjin me policinë. Ato janë përgjegjëse për luftën kundër krimit. Edhe si sa kolegu ti nuk mund të zgjidhësh gjërat. Kodi penal pra vazhdojnë reformohet. Ka qenë dikur deri në 7 vjet, 3 deri në 7 armbajtja pa leje. Ka qenë me ligjit e vjetra po flas. Të vjetra. Pastaj ndryshoi. E bën 5 me 8, ku ti e fotën me 10, ndërhyrë gjykata kushtetuese. Edhe me 15 quajti, po, quajti antikushtetues. Sepse është marrëzi. Nuk zgjidhen këto gjëra kështu. Duhet të funksionojë administrata. Është policia, shërbimet të cilët marrin informacion që ky person, sepse ka njerëz që mund të mbajnë armë për 100 arsye, dikush e mban për pojtje, dikush e mban për të bërë vrasje për kështu. Po ti nuk e zgjidh dot këtë në këtë formë, kupton? Sepse diku kishte informacion të saktë dhe parandaloi krimi. Ka qenë bego, Patjetër, po edhe më parë. Ti do të veje tek punonjësi policisë, do të praktikitesh çdo ditë, edhe të raportoje çfarë do bërë sot, çfarë ose papë të ndark ku ishte bëhej kontroll, lëvizja ishte kontrolluar. Pra, ishin dhe të ndodhte një situatë, një gjë, kishte përgjegjësi të jashtëzakonshme. Tani ke më kontroll, pra në kuadër të këtyre lirive që janë për të dëmtuar shoqërinë, lirive të qytetarit, është kjo lëvizje pa kontrolluar. Gjithse kur shkon ku të doj, sepse unë mund të bëj çfarë të dua se jam i lirë. Këtë shablon, abuzohet, duke dëmtuar që nga moshat e reja, fëmijët, duke i keq mësuar, keq edukuar, dhe deri tek këto të tjerat. Ti do lëvizësh brenda kufizimeve. Sa mirë, kur duan i kufizojnë të drejtat, vendosen në kushtetut. Kupton? Kufizojnë. Kurse nuk ka kufizim. Më kujtohet një moment Beko, më kujtohet kur ka ardhur Ramajni, ka qenë ministri i brendshëm Sajmir Tahiri që bëri atë reformimin e policisë, që në dukje unë pretendoj që ka qenë reformim për kohën, sepse ishte lënë pas dore, pretendimi im është ky, e më përgjegjësinë për sa po them. Mbaj mend që pas orës 10:30 apo 11 të darkës, makinat patrullonin nëpër lagje, dhe çdo grup të rinj që shikoni, sepse bien se kush është një grup, i ndalonin, i pyesnin ku po shkonin dhe kërkonin kartat e identitetit. Edhe filloi të kufizoi lëvizja. Filloi të kufizoi një pjesë mosmbajtjes së thikave, se që një pjesë e mirë adoleshentët me thikën për duar. U bë masive, kishte edhe vrasje pafund në Durrës, do të kujtohen Beko me thika. Ta ku sistemuan, nuk po dilte me njërin pas orës 11, dhe nëse dili kishte një arsye që po dilje. Pra, nëse ka vullnet e kam, nëse ka vullnet, besoj gjërat shkojnë deri diku mirë. Sot ne në policinë e shtetit, për shembull, nga eksperiencë që kam unë, është që këta e kanë humbur komplet lidhjen me territorin. Këtyre nuk i funksionon asnjë agjenci inteligjencë policore. Fare. Këta nuk kanë më as informacion se çfarë ndodh. Si? Nuk mban përgjegjësi. Nuk mban përgjegjësi fare. Domethënë, ZPZ-ja zonës nuk di çfarë ndodh në zonë vetë, kupton? Kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë. Ky është qëllimi. Kur vetëm kundërton mure pa leje. Drejtësia të ngarkohet drejtësia me detyrën që ka policia. Tani, më fal, ky punonjës i policisë edhe ZPZ-ja zonës. Vlen shumë mirë edhe oficeri. Nuk e di ai që këta banorët mbajnë armë.
Duhet ta di se ka për detyrë. Pa e di më si se di, do të ketë një rjet, do të jap informacion. Sepse kështu parandalohet policia të bëj kontroll vazhdimisht dhe ato ditë para, sepse ka informacion, sepse këtë informacion ne e shikojmë që ata po telendisen gjyqe. në emisione për përmendim. Po shahin që nuk e din ka. Se nuk e di ZPZ-ja zonës problematikat të gjithë. I di më, po s'do më. Se reagon. Nuk do, s'reagon, ose do të përfitojë nga informacioni që ka. Gjitha këto raste është ai polici i rëndom, i gjykatës, ose ai roja sigurisë, aty të bëj burgish këtë. Që thon ti e fajtor, sepse ty të ndodhi. Aty hyn 1000 veta në ditë minimalisht, ha? Po. Jo, po më fal. Aty mund të hyn tek gjykata e apelit, mund të hysh edhe nga porta. Nga porta madhe. Hapet ajo, edhe s'e kupton fare. Nuk kalon fare në kontroll? Ka dy. Po pra, është një portë e madhe që lëvizin makinat dhe hyn gjyqtarët. Po ajo mund të jetë hapur, mund të hysh edhe ty, mos s'po thot njëri gjë. Po kush pengon, po desha të hysh hynër zotrik. Ose pret aty te dera, aty do dalë. Po flasim për atë që ndodhi brenda. Pastaj për jashtë ke mundësi pafund. Unë po them që diskutimet që bëhen këto gjëra janë, nuk e di ku i bazojnë ti zotri, po fakti është që inteligjenca policore këtu ka dështuar me dashje, pa dashje, këtë nuk e di. Unë besoj që me dashje. Si? Çdo inteligjencë, sepse nuk është vetëm çdo institucion që merret me inteligjencë ka dështuar. Po pse më nuk do ta dinte ai zoti atje ZPZ-ja që këta kanë gjyq edhe po përgatiten, ata përgatitin ja para. Tjera nuk e din, pak ka gjetë kanë aty në terren, pak paguajnë, sepse kanë pa fund. Edhe vetë tani toleronti, vetë bën analizë pas vrasjes. Për shembull ja sot hipokrizia e radhës, kur bëheshin në maçet ishte mbushur, dukeshin me garde, me sojë rolla. Po për çfarë ishin ato? Sot ndoshta tek e keti. Për çfarë doheshin këto? Se do të vritej ndonjë gjyqtar ose prokuror aty. Asnjëherë s'është vrarë në të tilla raste. Me pikërisht kur nuk është vrarë në këto raste. Domethënë sot kemi, çfarë garanci është pyetje ka një gjyqtar apo prokuror që trajton dosje të nxehta, sepse do të shmangen pak nga kjo që ndodhi, që nuk do përfundoj viktime një. Po diti që prokurorëve të rrethave gjyqësor, të cilat nuk janë në një godinë drejtësie, dhe është bërë diskutim shumë i gjatë që duhet të jenë në godinë, udhtojnë me këmbë nga prokuria, për shembull në prokurinë e Tiranës, ta hercin mesatarisht një 10 minutësh, me dosjen në dorë. Me dosjen në dorë, ikin, vinë, dalin këtej, hyn, dhe është rutinë kjo, po edhe në rrethet të tjera që nuk janë në një godinë, sepse kështu do ndodhi, prokurori do dalin. Lesh për shembull, është larg, është goxha larg. Kavaja ka pas edhe më larg akoma, Po dhe prokuroria e Tiranës ka për të ecur pak, është i 5 minutë derisa të shkosh tek penale. Jo, më një 5 minutë çdo aty, po do të jetë në një çore kosh. Jo, është tamam. Ka 10 minutë, po diçka e tillë është. Me dosjen në dorë, do thënë që po vjen nga mbrapa të marr dosjen edhe ikën. Mirë pash. Po është diskutuar gjatë kjo marrje dosjes. Po dhe ka ndodhur marrja e dosjes. Beku se duhet të sqarojmë, duhet të sqarojmë gjithë institucionet, po. Edhe kështu shumë gjëra tjera më të rënda. Se pakën dosjen fashikun supozohet se e ka kopje prokurorit, pasi originali duhet të jetë çuar në gjykatë ose mund të ketë bërë kopje të tjera. Po veprimi shumë mirë që ta sulmosh, sepse dihet që prokuroria ka ndodhur mos janë grabit brenda prokurorisë në Durrës. Jashtë është grabit ftuesi me akte origjinale pafund. Pse s'dien këto gjëra? Që bota jashtë në shtetet serioze, që është edhe çështje mundësish, më kupton? Ja, ky del për shembull i qeshur, kur shtrëngon dorën, sigurisht në dasëm. Shtetet të ndryshme në përgjithësi këto i kanë zgjedhur në rezidenca të caktuara, siç ka qenë edhe dikur te ne për punonjës së drejtësisë. Për shembull, shtetet e caktuara kanë bërë një blok sigurie ku këta njerëz jetojnë. Edhe shteti ka krijuar siguri, ka krijuar edhe makinat për transport, sepse në momentin që ti nuk punon në kushte normale, nuk ke sigurinë një tënde, të familjes, nuk ke kushte pune, ti nuk mund të japësh drejtësi. Nuk mund të japësh drejtësi ti po nuk u pagove. Nuk mund të japësh drejtësi ti po nuk je i sigurt në vendin e punës. Po u bëre pjesë e reformave, po u bëre pjesë e sulmeve dhe e kësaj pasigurisë ligjore. Pasiguria juridike është themeli i shtetit. Për shembull, në Turqi, sa di unë, kemi qenë në rast, ta jetojnë në disa blloke të caktuara, i shteti i siguron, kanë transport special, siç e kanë këta që përmenda unë, të tjerë këtu, dhe shkojnë në institucion. Institucioni është i blinduar, kuptimin e vërtet. Ai
ai ka kushtet të gjitha brenda aty, ushtron funksionin dhe kthehet përsëri në atë rezidencën e vet. Edhe familja ka një siguri, dhe ti në këto kushte mund të punosh. Po jo ti ikesh me autobus, ti ikesh kam ose marrësh makinat rasit pafund, se ke pafund që janë aksidentuar rrugëve në ato periudha kur ktheheshin ikin në mëngjes për gjumësh binin. Çfarë drejtësi është kjo? Edhe ti i kërkon llogari një gjyqtar që shpaguar 700.000 lekë në muaj. Sot sa mund të shkojë një rrogë Bego? Është 2 fishuar? Mund të jetë edhe 4 fishuar. Ka edhe 4 fishuar, ëh? Po për do një strukturë tjetër mund të jetë edhe 10 fishuar. Jo, Spaku për shembull është 10 fishuar, se Spaku e kanë 7.000 euro në muaj, kanë përshtypjen. Apeli do ta ketë diku te 300.000 lekë të reja, domethënë paga 3 milionë lekë të vjetra. 3 milionë lekë të vjetra. Kurse shkalla parë diku te 200.000 lekë të reja, domethënë. Po edhe pak më shumë sepse merr dhe vjetërsia, merr edhe vjetërsia edhe po nuk është puna vetëm te paga, më thash u bën paga. Jo, më ndryshe është, paktën nga po 700.000 lekë. Po, absolut, jo është. O zotri, tani këtë që po të them unë, ma kanë treguar në vetë parë, ka dënuar atë zotrin në sallë të gjyqit, ka dalë poshtë, ka ngrit dorën, e kanë marrë, e kanë sjellë në makinë familjarët e të dënuarit, kur ka hip brenda e ka kuptuar ku ishte. Tani në këto situata kanë punuar me thënë drejtën. Po. Edhe kanë dhënë dhe dënime me burgim përjetshëm atëherë, këta magjistrat. Pafund. Me burgim përjetshëm kanë hetuar kur fluturonte koka, që ishin vetëm edhe ishin pa roje sigurie në prokurori. Rrugëve, të gjithë ta gjyqtarë dhe prokuror, po ti pyesësh ti sot që kanë mbetë sistem, të gjithë kështu kanë nisur, kanë shkuar në rrethet më të largëta. Me çka kanë autor, as ka dash njëri t'ia di. Ndërsa sot ta që përmenda unë, kur i bëjnë vettingun këtyre, janë me skorta, kanë paga të larta, japin një vendim në 3 muaj, në kohë tjetrit kërkojnë llogari për 5-6 vendime që bëjnë ditë. Se si ke zmarrë as për një vit me 4-5 këshilltar. Tani më thuaj diçka për çështjen e pronave. Kur do shteti, ta mbaroj. Patjetër. Mos ma kalo ashtu sepse është shumë e rëndësishme. Kur do shteti krijon kushtet dhe këto janë kushtet, siç tha dhe kolegu, që ti marrësh vendim, bësh një vendim të arsyetuar, edhe pa gabime ortografike. Po jo të fillosh ti bësh 5-6 gjyqe në orë, e di kolegu, shkon aty, thot shpejt. Po prirë Allah, shkurt avokat, kanë bërë 10 faqe ose 5 faqe. Shkurt avokat. Dhe unë s'di çfarë të them, se do dëgjoj edhe çik tjetri, po edhe vetë do të flas. Shkurt, çfarë do them? Shkurt avokat, çfarë kërkon? Bie me shkrim, çfarë kërkon? Sepse është kolaps. Edhe vendimet, çfarë vendime është marrë arsyetor aty në Ja do të them një rast që më ndodhi sot. Më vjen pala thotë çfarë është kjo që ka dalë vendim, çfarë ke kërkuar ti? Ç'është vendimi? Po, unë s'kam kërkuar këtë, tash s'ka mundësi. Jo, lexoj kërkesat gjitha, jo, rezultoi se s'kam kërkuar. Ja, ç'kam kërkuar? Gjyqtari shkret. Se gjyqtari shkret u bë. Kishte punuar mbi një vendim tjetër zotri. Edhe kishte lënë paragrafin aty vendimit tjetër dhe vendimi im. E kishte ngatruar, ë? Po tani unë kjo është pafund ndodhin tilla gjëra. E di sa po bëjmë ne kërkesa për korrigjim vendimi. Korrigjim vendimi zotri. Emër tjetër për tjetër. Emër tjetër për tjetër. Do të korrigjuar që të cilë efekte vendimi, se nuk sjell efekte pas korrigjove emrin. Ore punojmë mbi vendime se nuk ore. Po është normale. Është gatshme, mbi vendimin do punosh. Nuk janë më njerëz, po them për familjen, për dalme me fëmijë. Ato vendime që ti merr gjatë ditës ose ato gjë do të bësh vendim. Do të zbarrosh natë. Do të bësh mas ditës, se s'ke mundsi. Si? Po ke kohë për familjen, ke kohë për je robotizuar, kalon nga një çështje para mbajtje në një vrasje, pra një lëmsh, si dosjet nuk mund ta shkurtosh me themeli se aty e merr vjen një dosje kaq, s'ke kohë. Është ngarkesë shumë e madhe. Ai tjetri vjen dera thotë më erdhi ora gjyqi pse po vonon se po. Në çdo gjykatë prokurori mungojnë rreth 40 plus minus % e punonjëve të drejtësisë, jo, prokuror dhe gjyqtar. Prokuror dhe gjyqtar. Absolutisht e ke. 40% mungesë. 40% prokuror, 40% gjyqtar. Çfarë shpejtësi e kërkon ti? Se atë ishte si ishte drejtësi e vjetër. Ama rendimet ishin për 3 muaj, për 6 muaj. Ishin shumë të mira, po ishin edhe të shpejta. Po sot s'po ndaj do të muri me gruan, më thon duam ndajmë, nuk po i ndajnë. Që është gjyqi më kot, se duan ndajnë. Gjyqi më i thjeshtë për ta kryer. Që s'ke konflikt. Nuk të vret ai pse më ndan. Tani llogarit për tjerat. Më fal tjetër. Ka për të bërë ndërhyrje në sistem direkt me këtë zgjedhje martesë, nëse ke marrëveshje për çfarë do vesh gjykate. Ti ke marrëveshje me këtë, e bën në organ tjetër, siç ka vendet e botës. Tjetër gjë. Urdhrat e ekzekutimit, to kërkesat për lëshim e urdhrit ekzekutimi. Është mbushur gjykata plot. Plot. Çoje më të noteri, siç e kanë gjithë vendet e tjera, çoje ta bëj noteri. Ka ca gjëra që i ka qeveria në dorë, bashkë me legislativin, me parlamentin, për të bërë ndërhyrjet e nevojshme.
Edhe me njëherë ti ul fluksin e gjykimeve është zotëri, e lehtëson gjykatën. E nxjerr jashtë sistemit gjyqësor këto veprimet dhe lehtëson gjykatën. Ne ja rrasim gjitha gjykatës. Del një jurist atje te ujësielsi thotë, "O, zgjidhja unë shkoj në gjykatë." Për një budallik aty, për një mos një njohuri të ligjit që bën ai idiot atje, ti do vesh në gjykatë do merresh shkallëparë nëse bën ankime. Humbet shkallëparë ai. Të futë ankimin, të futë rekursin. Për në gjykatë lartë. Po, edhe ti ke 10 vjet me një idiotësi atje, e kupton? Tani këtu duhet dilja unë tek koha. Dhe kam tepër tek çështja e pronës. Meqense u lidh gjithë diskutimi që ishte për çështje prone, që nuk rezulton e tillë sipas shpjegimeve që dhanë avokatët në studio, tani prona mbetet një problem. Nëse unë kam një problem sot, Sefa, me një çështje prone që unë e pretendoj, dhe më shkon apel, dhe më shkon dhe në gjykatë lartë, sa vite duhen? Do të them unë një çështje pa shtetin mes. Do më thënë me referencat që ke, pa shtetin në mes, pa shtetin fare, do më thënë dy palë. Dy palë. Jam bashkëpronar dhe duan të ndajmë pronën e tyre. Bukur. Nuk e gjej dot marrëveshjen, do ta bëjnë me pjesëtim pasurie. Në qoftë se njëri e ka me inat, për shembull, që nuk do që të ndahet prona, 15 vjet. 15 vjet. Tani unë kam pas një rast të tillë, kam dhe një tjetër aktiv, që kam 7 vjet në fazë të parë të pjesëtimit, se me 2 faza. Pjesëtimi është me 2 faza. Domethënë, nëse ti si avokat e merr këtë çështje kur je 50 vjeç, 65 i den pension dhe lë çështjen. Po, nëse e ke zgjidhur. Nëse e ke zgjidhur. Sepse faza parë e pjesëtimit është përqindje ideale, po ta shpjegoj unë ty teknikisht. Domethënë sa pjesë kam unë, sa pjesë ke ti. Kemi 100 metra katror si do i ndajmë. Jo, pjesët akuse një. Pjesët akuse, po, okay. Unë kam 2/3, ti ke 1/3, po them. Okej. Edhe ne mbarojmë fazën e parë gjyqit kështu. Bën apel ti. 4 vjet në gjykatë apelit, 5 vjet. Tani po shurton 2018 në apel, tani. Domethënë gjyqjet e 2018 po shurtojnë tani. 7 vjet. Po. Vetën apel ti. Apeli lën fuqi vendimin e shkallës parë. Vetë ti në gjykatë lartë. Po do bësh rekurs tani? Po, rekurs në gjykatë lartë. Po domethënë, për të lënë në fuqi vendimin e shkallës parë do duhen 7 vjet që jep apeli, kur ti vi radha. Po, 7 vjet apeli dhe gjykata lartë. Edhe thotë që lën fuqi atë. Për të marrë dosja në shqyrtim. Për të marrë shqyrtim, faza parë. Po, edhe kjo që the ti vendimarrja është. Po, vendim është vendim. Vendim është lën fuqi, ka lën fuqi vendim do të vendim. Vem gjykatë lartë, presim dhe gjykatën e lartë, se gjykata e shkallës parë nuk të merr shqyrtim pa mbaruar gjykata lartë. Po, që mbaron dhe gjykatën e lartë. Po them që kjo mbaron për 7-8 vjet e gjitha bashkë, po them unë kjo. Po. Qofse do bëjmë kërkesa të shpeshta për shpejtime gjitha me radhë. Iku kjo. Mbaroi kjo, fillon faza 2 e pjesëtimit. Që shkon në shkallë prapë. Me ekspert, pa ekspert, pjesa ku do ndahet, ku do vihet harta gjitha me radhë. Vete prapë në apel kjo. Në apel ekzekutohet, bën prapë rekurs, nëse gjykata e lartë riktheh për një gjykim, fillon prapë nga e para. E po kjo i kam dhe fosur pak njerëzit. Si pak? Shumë është. Jo pak, ora më ta them vetë kam e di si e zgjidha. I ula palë i thash, po e gëzon pronën tjetër kush po bini dakord. Rënë dakord. Mbas 7 vjetësh. Po ju ke përgjysmuar kohën aman? Mbas 7 vjetësh. Ke bërë punë të madhe avokat se do të përgjysmuar kohën. I thash, o do e gëzoni, o s'keni për ta gëzu kurrë. U toleruan njëri me tjetër, ra dakord dhe miru pafsh. Aftësi e madhe është edhe me ul njerëz në tavolinë. Si bër super punë po them. Fund ditës kjo është. Bër super punë, ti për të dhënë zgjidhje. E kupton çfarë më duhet të ne? Ka pasur raste një gjyq ka fituar 2015 dhe ka mbyllur në 2024. 2023, më fal. 8 vjet, 9 vjet. Pjesëtim pasuri bashkëtorë. Hoqi dorë nga apeli në fazë parë, shpëtoi. Prandaj duhet shpejt. Seksoje këto. Po pra hoqi dorë nga apeli në fazë parë. Se mund kishte bëj një rekurs, ta kishte akoma do të shkatparun, akoma do të shkatparun shkallën e parë ti dhe pastaj akoma ty do isha. Do vazhdonte kalvari, sepse edhe ligjet janë bërë të tilla. Sepse dua të them thuaj. Po. Mos e kurse. Dhe kërcënosat është tim. Mos e kurse. Është problemi i ligjit. Gjykatat jashtë, gjykata e lartë, gjykatat e apelit janë gjykata të vendimarrjes së menjëhershme. Dhe ky është problemi themelor që ne kemi diskutuar me një rreth kolegësh që janë juristë të vjetër. Pse duhet ta kthej gjykata në shkallën e parë ose në apel?
Është bërë një vendim i gabuar. E korrigjon vetë. Ke provat aty. Jeve valla Ti vendimi. prandaj je. Jepja Hasanit, hiqja Hysenit, asi të Por duhet. prandaj je. Vetëm jepe. Se çfarë bën? Po të shikosh ti, çdo vendim që e ke me shumë palë, kthehet sepse vetë ligji ka dhënë një mundësi të tillë, më kupton? Që të rishqyrtohet dhe një shkallë të parë, ëh? Dhe vërtet thotë gjykata pse ty hy unë tani një angazhim, një përplasje, një kështu kur është hapësira, mund jep edhe një vendim të drejtat, ta shqyrtojnë sepse këto janë gjykata provash. Ky është koncepti dhe të shqyrtojnë provat. Kurse jashtë në këto vende që ne kemi marrë pjesë, siç i kemi marrë ne, që dihet, thonë është vendimmarrja është absolute. Se çfarë drejtësie është një aksion, drejtësie e vonuar, drejtësie e mohuar. Të dinë gjithë juristët, di dhe çdo fëmijë. Shi çfarë drejtësie do kesh ti? Po ku kanë kaluar 30 vjet, ose rasti është kështu që si ky rasti që diskutuam ne pak a shumë, që dikush ka pronën e vet, dikush e ka zaptuar, shkojnë në përgjykat, ai zaptuesi e gëzon, e shfrytëzon, ky tjetri me letra në përdor fiton, ai e çon në çdo shkallë, kjo shkallë e kthen prap, ndërkohë ky tjetri e ka shitur pronën se ka një pazar i mirë. Ai tjetri mban letrat, edhe kështu vazhdon, kthim në gjykim derisa dhe kalojnë 30 vjet. Po zgjidhja kush është tani? Domethënë, do duhet të ndryshojmë disa ligje dhe do duhet të japim të pasurojmë gjykatat dhe prokurorit me magjistrat të rinj, të i vendosim ndihmës ligjore. Ja të marrë një shembull që ta kuptosh si kush është zgjidhja. Kisha një gjyq, e kishte marrë me qerai, kishte marrë kontratë qeras, ishte bërë lajmërimi, dil jashtë se do marr apartamentin, dyqanin që ishte. Nuk dua tha e dal jashtë. Diti që mbas ligjit në Shqipëri nuk e nxjerr dot. Duhet hapësh gjyq, të fitosh gjyqin, që ai të vej në shkallë të parë në apel ai. Shkallë lartë edhe po ai do të vej deri në apel, ti ta çosh te përmbaruesi, përmbaruesi do të merret me polici, me që ta nxjerrë jashtë. Edhe fiton ti qeram, domethënë, nga përdorimi e këto gjërat. Ai s'ka asnjë gjë. S'ke çaj merr zotri. Ai ta mban 7 vjet punën ty. 7 vjet me këto proces, me këto zvarritjet, ëh? Po, pse 7? 17, pse mund ta rikthejmë për gjykim ata edhe tikën fare. Ka rastet e sigurimit të padisë. Padisë, po, ato duhen bërë për 2 ditë. Ke 2 vjet. E di si është në Angli. E di si është në Angli. Të vete policia, thotë zotri titull ke, pronësie për këtë qerie brenda ti, se mund ka ardhur pronari me këtë letër. Ke ti? Jo po unë, të nxjerr jashtë. Të nxjerr zvarr, jo të nxjerr. Tani e di sa procese gjyqësore shmangim ne po të bëjmë një ndërhyrje ligjore në lidhje me këtë gjë apo jo? Po që ul fluksin e gjykatës. Po e di ti se çfarë do më krijon biznesit kjo? Që ti thua s'vjen biznesi. Po si do vi biznesi? Po kur ti ai nuk e nxjerr dot. Ti se nxjerr është të mëshme more. Të hyj tjetër prapë. Jo, mund ta lësh ti, ta zëm. Ai është një papërgjeshëm. Të vjedh, të shet mobiljet, s'del. Çfarë ti bësh? Do vesh ta nxjerrësh, bën kallëzim për vetë gjyqësi. Vetë gjyqësi hyn. Dënohesh në shtëpi tënde. Në pronë tënde ore. Kupton. Ore nuk e beson dot, ore, nuk e çfarë beson. Unë jam i shokuar në kuptimin, një pjesë mirë gjërave i di, po ore më mor me kodin penal ta zotri. Këta merren me seksin e engjëjve ore. E kuptonte apo me transplante, këto janë të çmendur ore. Po them hallë qytetarësh për ditë ore, hallë qytetarësh. Të fut aty. Ka zgjidhje? Zgjidhja e cila është? Të shton numrin e gjyqtarëve. Ndryshon ligjin, mos zotri, ndryshon ligjin. Policia me rol ekzekutiv, vetë atje thotë zotri, ZPZ-ja zonës. Ke pronti këtu? Jo, nuk kam pron. Dil jashtë tani. Po janë gjëra të thjeshta, nuk është. Është një gjë, sepse bën gjyqe për këto gjëra më të shkruar. E kupton apo jo? Disa gjyqe ka kështu në gjykat apo jo? Gjyqe kur çante klienti me pikloti po them. Mbaroi gjyqi nuk mori as lekë zotri. S'ke çaj merr ore. Mos kanë vite aty. Jo, po nuk pagoj dhe për mbaruesin, o zotri. Mirë që nuk merr lek, po ke dhe shpenzime avokat për mbarues ekspert, se do i paguash këto ore. Të gjithë. Edhe është bërë të japësh send me qera, sot është bërë të kesh fat. Do zoti që lloj qeregjiu mirë. Por e duket shaka për çeshë dhe për të qarë. Po kjo ndikon shumë te biznesi. Kjo çështje kështu është. E ngjashtë. Përmbaruesi i kërkon ATP-s dhe bashkisë që ju kanë bler pronën, më liro pronën, blini pronën. Nuk vete policia të asistoj përmbaruesin e zotri. Policia e shtetit që ka për detyrë të asistoj nuk vete. Pse? Sepse nuk do as bashkia, as policia të krijojë konflikt social me 31 banorë, 31 familje. Në qartë. Është konflikt i krijuar nga institucionet shtetërore.
duke filluar nga momenti që e kanë dhënë mund t'ja ketë dhënë gabim, që nuk e diskutoj fare, dhe duke filluar edhe nga fakti që nuk kanë marrë masa për të parandaluar konfliktet. Shikoj, nuk e dim se si mund të ketë ndodhur, mbase i takon koleg, mbase nuk i takon. Nuk i hy dot fare asaj. Mos zgjidhja është problemi më i merr shumë këtu. Jepja një palë. Jepja, po jo kështu, sepse kjo gjendje amorfe, kjo i shkatron njerëzit. I ka çmend edhe ato që janë tek objekti brenda, edhe ato që i s'po jeton, nuk s'po jeton dot në shtëpi vetë. Nuk po jeton dot, nuk po gëzon shtëpi, nuk pron në vet. Ora është situata alarmante po. Kjo do ngrem alarmin, sa ke mundësi do e ngrem se kjo që them unë janë ndërhyrje të lehta fare ligjore ore. Me ndërhyrje me logjik të pastër juridike dhe logjik dhe dashamirësi për të zgjidhur punë qytetarëve, ti ul me minimalisht 25% fluksin në gjykatën prokurorie. Ja qartë. Kemi një reagim që nga zonja Elisa Spiropali, ka mbështypur ministre e jashtme. Jashtëzakonisht rronditse përpjekja e këtyre ditëve për të glorifikuar aktin barbar të vrasjes së gjyqtarit Kalaja përmes një serie publikimesh në media, pasuar nga një lumë komentesh të neveritshme në adresë viktimës. Po aq indinjuese është edhe tentativa për të justifikuar vrasësin për veprimin ekstrem që mori një jetë njeriu dhe lëndoi 2 të tjerë. Urrëtia mbi viktima dhe lartësimi i agresorëve duke shfrytëzuar lirinë për të shkruar e komentuar në hapësirën digjitale nuk mund të jetë kurrësi Shqipëria europiane. Ndërkohë që me Bashkimin Evropian po negociojnë për t'ju afruar për herë e më shumë standardeve të medias dhe etikës demokratike evropiane, nevojitet një ndërgjegjësim dhe reflektimi plot për masat e ardhshme ligjore që mbrojnë dinjitetin e njeriut, dinjitetin e individit, po aq sa dhe lirinë e shprehjes. Publikimet e paverifikuara mbi protagonizmin vrastar dhe vala e komenteve baltose në rrjetet sociale mbi viktimën nuk mund të jetë kurse si fytyra e shoqërisë shqiptare. Shqipëria është e vërtet, është shumë më shumë se kaq, është vlerë, është respekt, është dinjitet. Ngushëllimet më të ndjera familjarëve të gjyqtarit Kalaja dhe solidaritet me gjyqtarët, prokurorët dhe gjithë shërbëtorët e shtetit shqiptar. Me sa duket, nga çfarë lexova, po normale do të ketë iniciativa ligjore për lirinë e shprehjes. Ka patur komente sepse është ajo që diskutuam çike dhe kaluam kështu për situatë që kjo është natyrë shqiptare, natyrë e njerëzve, më kupton edhe gjithse kush ka natë personale dhe fillon flet po të lexosh, një histori është edhe për administratën, po kjo frymë është, më kupton, kur bie rasti që çan nuk thon, çan nuk flasin. Edhe me sa kemi hasur në përgjithësi dhe jashtë edhe kemi qenë në një seminar, këto edhe andej ka pak kënaqësi ndaj drejtësisë. Dhe kam thënë edhe një emision që kemi qenë së bashku, po. Edhe aty njerëzit janë pak kënaqur nga drejtësia, po kjo është drejtësia sepse individi nuk kënaqet kurrë. Nuk mund t'ia lësh në dorë individit vendimarrjen. Prandaj janë krijuar organet e drejtësisë, që marrin ato vendim. Edhe është ajo drejta e ankimit, ka të tjerë institucione që kontrollojnë. Nuk mundesh dot që ta zgjidhësh vetë ti problematikën. Lexon që këtu do ketë iniciativa ligjore që do ketë ndikim te komentet që njerëzit bëjnë në Facebook-ën e të gjitha në rrjetet sociale? Që do ketë iniciativa ligjore, po, por kjo nuk se mund të ndikoj sepse në ato rrjete mund të shkruaj gjithse kush edhe është çfarë do të përndjekësh të gjitha do të kërkosh kush janë, kush nuk janë. Punë për prokurorinë është. Do merresh shkop me njerëzit. Punë për prokurorinë. Po duhet të ndryshojnë ligjet mendojnë, do të shikohen disa gjëra, do të parë përgjegjësia sa mos lufta për parandalimin. Ky është problemi kryesor sot. E kupton, informacionet çfarë shërbejnë. Ideja është që si politikane e vjetër tani më, edhe si në këtë shpirtin predator që kanë, të politikanë tanë, në çdo fatkeqësi gjen një oportunitet. Kanë kaq kohë që duan të bëjnë ndërhyrje për lirinë e shprehjes, për të kufizuar këto komente të Facebook e gjitha këto. Ka vite kjo, por tani gjetën rastin edhe çdo fatkeqësi për këtë është një oportunitet. Këta janë tamam huta, ke parasysh ata shpendin që vetë edhe ushqehet me kufomat? Po. Kështu janë këta. Janë domethënë personifikimi i hutus janë këta politikanë. Se jo më kote nxora këtë, se pata që dimi që janë nxora, sepse duket se mbi bazë të kësaj fatkeqësie mund të shkojmë në censur në një moment. O zotëri, ty të del po të them prapë, që po ta shpjegoj me 2 fjalë. Mbrojtja e fundit e shoqërisë ndaj një pushteti autoritar është sistemi gjyqësor. Në diktatura ka sistem gjyqësor, zotëri?
të pavarur të lirë, E jep populli drejtsinë aty. ashtu jep të partia dhe populli. Nuk ka, në asnjë diktaturë, dhe komuniste dhe fashiste, nuk ka drejtësi. Drejtësia, Tu të kundërshtoj, më fal. jo, unë them, jo drejtësi penale edhe kështu, unë them drejtësi që... Po shikojmë se çfarë drejtësia është edhe në tjera shtete që janë Shiko, unë po zhvilluar them ato. drejtësi, pse nuk ishte drejtësia që po shkatoi njerëz që do hedhësh në herë kombinati metalurgjik të Elbasanit. Ekstremitet, po unë atë po marr. Për shiko, ajo mund të kishte element të Butaforike, të luftës klasave gjithë. Po flas për këto drejtësi, për shembull, shikoj se si po dënohen disa politikanë në vendet që janë pothuajse drejtave të njeriut. A është e drejtë të dënohen? Pse vazhdimisht drejtësia, për shembull rasti Trump. Trump pretendohet se është përsekutuar nga krau kundërshtar. Një prokurorët ishin ata që sponsorizoheshin. Është jemi në Amerikë. Në Amerikë ndodhi. Ama kishte edhe një gjykat apeli që njëra e nxorrit pafajshëm, ja hoqi gjobën për 500 milion euro, 500 milion dollarë. Drejtësia përbohet nga njerëz Ishte edhe një gjykat tjetër. Ishte edhe një gjykat tjetër e apelit. Produkti reformave. Në të njëjtin shtet që ishte New York prap, që e dënoi me 90 milion. Njëra ja fali gjobën prej 500 milionësh, gjobën civile, për mbashtrim bilance Trump Organization, kurse tjetra e dënoi me 90 milion. Gjykat apeli në të njëjtin shtet. Atje funksionon sistemi. Fatkeqësisht këtu te ne ka një vetë censurë të sistemit. Edhe kjo është për të ardhur keq. Sepse kanë heq stres shumë të madh, prokurori e di. Kanë heq stres shumë të madh në gjatë fazës së vettingut. Se është e padrejtë ja kërkosh këtyre vettingun, ja kërkosh këtyre të hysh dhëmë dhe mballe, familje, gjithë 3-4 breza, edhe kjo zonja këtu, që s'dihet se çfarë profesioni ka, se ku ka punu përpara, se si është ushqyer që ka ardhur këtu, edhe që vesh nga 4.000 euro kostume, mos i kërkohet llogari. Kjo është e padrejtë. Nuk e pranojnë vettingun politike dhe e kanë në dorë vetë. Sefa, nuk duan ta bëjnë dhe nuk kanë për ta bërë. Po mund ta bëjë Spaku këto. Ja Spaku e kanë në dorë, po meqense jemi tek Spaku. Jo, nuk është puna e kanë dorë. Qofse do marrim të reflektojmë atë çka po i ndodh sistemit sot, ose se këta nuk i shërbejnë politikanëve, sistemi i drejtësisë, i shërbejnë qytetarëve. Edhe këta janë si mjekët, po ta them prap, këta janë të detyruar, kanë detyrim të shërbejnë qytetarëve. Qofse nuk kuptojnë misionin e vet, pastaj qaf paçin veten edhe do t'i hanë këta. Se këta e duan ta kenë gjithmonë në thundrën e tyre. Po tjetër, po është gjyq. Në rast se këta e kuptojnë, para të kapin drejtsinë. Në rast se këta arrin ta kuptojnë, të ndërgjegjësohen çfarë fuqie kanë edhe çfarë detyre kanë ndaj qytetarëve shqiptar, atëherë do shpëtojë shoqëria dhe Shqipëria. Të shpresojmë. Në moment që këta arrin pasaj të ndrojtur,